Tek Mishi është Sofol Angjeli, që ishte, do thoja, ai ishte filmi, me cilën e përshëndes, në mënyrën se si e loz Hallin Koli, me këta dy vëllezër që i lozon në film. Okej, s'do të flisja për veten se si kanë bërë rolet, por do të thoja që Koli kishte me vërtet personazh që jo çdo njeri mund ta luajë kollaj. Më thënë, ndoshta të fortin dhe këta bosat mund të luajnë kollaj, por ku një Allexhi do me vërtet bota lodhësh, sepse do të futesh në botën e personazhit. Unë i thoja Koli ti dhe flokët i ke me halle të filmit, domethënë aq bukur ishte futur. Tek dyshi Koli është pa diskutim, jam unë. Kemi personazhe të ri që do t'i shohim në film, është Eva Alika, Leard Vasili, ka shumë personazhe të tjerë, kemi Krisën, kemi Renden, domethënë janë disa personazhe që nuk duhet t'i themi të gjithë, por këta janë pjesë e filmit Golden Brothers 2.